Ky emision mundësohet nga Telkos. Burra, ju baj me dije se babamret në shiti në Stamboll të i huaj. Sultan Murati mundet me shit tokat e ti, se tonat pa dek na të tani jo. Aty ku malet frymojnë Shqip, aty ku jehon gjua Shqip e ruajtur në përshekuj, pa asnjë barbarizëm. Në zemër të Alpeve shqiptare, aty ku majat e kodrinave takojnë qiellin e burimet e kristalta rrjedhin pa pushim, gjendet një cop tokë shqiptare, një vend përrallor që padrejtisht mbeti jashtë kufive shqiptar. Njerëzit e kësaj treve quhen malsor, e dallohen për bujarinë e tyre nga të gjitha trojet shqiptare. Ndonse vindarse mes tyre është Valbona e Shqipërisë dhe Vargmalët e Kosovës. Në një cep të malit të zi, ku kufit shtetëror nuk kanë arritur ta zbehin identitetin, fshati Vuthaj mbetet një nga bastionet më të forta të shqiptarëve në Plavë e Guci. Përshëndetje me shtetë e Kulinda, mirë se po takomi edhe këtë javë. Këtë të shtun kemi ardhur në Mal të Zi, jemi pra jashtë të shtetit e Kosovës, kemi ardhur në vizitë tek malsorët shqiptarë që ndodhen në Malin e Zi. Jemi konkretisht në treven e Plavës dhe Gucis në fshatin Vuthaj. Këtu pranë meje unë kam syrin e kaltërt, një bukuri tjetër natyrore shqiptare, të cilën siç po e shihni është e mahnitshme. Mirë po, gjatë këtij edicioni dhe edicioneve të radhës, të cilës e kemi realizuar në Mal të Zi me shqiptarët malsorë të këtyre trevave, do të ndeshni shumë rrëfime, se si filloi shkollimi për herë të parë në gjuhën shqipe në këto treva, si është sot dieta, me çka merren këta banorë, e shumë çka tjetër, kështu që ju lutem na shikoni dhe mos humbesni nga ato të pathëna e rrëfime të mëhershme. Sikur dashur këtë udhimi jonë në fshatin Vuthaj kish me qenë i pamundur në fakt pa njerëzit bujarë shqiptarë të kësaj treve si që janë butrinte. Butrinë, faleminderit shumë që na ke mirëprit këtu në vendindjen tënde. Mirë se ardhëm, mirë se kemi ardhën këto vene, faktikisht banuar me shqiptarë, edhe historikisht toka shqiptare, po periudha dhe koha e kam bërë vetën me asimilime edhe gjëra ndryshme të shtet. Por Ka shpresa? Po, shpresa ka, desha t'ju falenderoj s'parit juve, që jeni kujtue më ardhme na vizitue, me vizitue këtë vend, se kem vendet jashtëzakonshme për turista, alpinist edhe për turistat, po thëmë me i fjallë turistat thjesht, që donë me ba një ecje të letë, po kemë edhe vene për turista, si donë pak ma ekstremitet. Qa ju kështë rekomandu me vizitu gjithçysh njerëzve që vinë në fshatin Vuthaj? Po, pikës parit e kësha cekë për me vizitu fshatin Vuthaj, mas parit dëshira jeme me madhe i shken për me vizitue këtë vend se jem met shumë pak si shqiptar, edhe sa do pak me na dhon shpresë moralisht
po thëmë moralisht, ndoshta edhe ekonomikisht, si të mujtë me vazhdue me këtë punë si ja kem nisë une edhe shumë bashkëtarë të mitë për me mujtë me mbjetue në këtë. Edhe mos me braktis vende. Po sigurisht se tu kemi pjesë jashtëzakonisht madhe të banorëve që kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një pjesë të Evropës, edhe jemi një pjesë e vogël këtu si je ka jetojmë e vazhdojmë me jetue. Tash dikush merret me pjesën e blegtorisë, me pjesën e bujqësisë, një pjesë kemi filluar dikush ma heret, dikush ma vonë, si që jem dhone me familje, e kem hapë si pjesë biznisit këtë punë për me mujtë me mbjetue pjesën e turizmit. Ty konkretisht kur I ke pa krejt këta që ka ndalë jashtë vendet, qatë ka shty me qëndru në vendlindje? Po, më ka shty me qëndruhe, nështë shumë edhe prej atyne cilët janë dalë për vendlindje nuk e kam pas letë. Po, një pjesë nështë edhe nuk kanë mujtë me gjetë, po thëmë s'kanë mujtë me gjetë vetëm, po nështë nuk kanë mujtë mu kapë një drejtim për me mujtë me pasi jetë pak ma, po thëmë pak ma komode. Dëse si na tash si familje jo veçune, po edhe shumë tjerë, kem punue për me mbjetue me çdo punë. Jem marrë me për punimin e drunit ma shumë. Jera marrë baba, atëre me babën jem munu me një mua dhe na, ku I kem dërtu edhe këto bujtina, edhe kem vazhdu me punën e turizmit. Sot sa familje janë konkretisht që merren me turizëm këto? E pash që kish goxha bujtina edhe është një potencial më kthy tamam kështu në fshat turistik edhe në sytë e ndërkombëtarëve. Po, si numër nuk e di me cek saksisht. Sepse kemi këtë zonën këtu ku është pjesa e Vunthajve, Vunthajt e poshtëm si I thomë na, edhe Vunthajt e Epër. Është në dy zona. Edhe për me cek tamam si numër se sa janë si bujtina, kemi një pjesë, nështë apo e ceki dikur rreth 8 ose 9 deri në 10 venes janë pak me masimat madhe me bujtina, me gjana, po kemi edhe këtë pjesën e vogël si kanë fillue mu marrë me turizm malor. Dhe me thonë është gati, si me thonë tash, gati 2-3 shtëpi si thumë, se kanë pasi si pjesë të mirë të punës edhe mundet mu ba konkretisht me familje. A mendon që lidhet pak kjo pjesa e mikpritjes në për bujtina tash që po I quajmë kështu moderne që janë bërë për turistë edhe pak me pjesën se qysh ka qenë jeta animalsori ma herët. Po besoj kushdo që ka kalu në për këto treva ka qenë e pamundur me kalu pa e kalu një natë të një person, të një familje shqiptare kënej. Po sigurisht, si pjesë e Vunthajve, si pjesë e Kelmendi, si pjesë e Malsis me cek, e kem pas edhe naj tradit si mikun, si njerin, si nuk e kem pas njofshim, e ka zanë nata konkretisht ose e ka ban rruga, na e kem ban venin me fjetat natë, ushqimin dhe me thonë një veç na, po moj me jam I sigurt si mos thonë 100% e kësaj zone janë kanë zonë me popullsi shumë mikpritës. Shumë mikpritëse edhe besoj si mikpritja ka ndikon edhe në turizm. Se do pak të është, gjithë e kemë bon si biznis, por mikpritja nuk bu me hupë. E kur e ki tradit e ki shumë atlet me zhëndru edhe në biznese, kur të ki mikpritje natyrisht që krej ndohen të knaqen. Tregom pak për bujtinat, që sa vite ke fillu këtë punën, qësh po të shkanë? Bujtinat I kem fillue, kjo është si fillim viti I 3, si e kem hapë me bujtinat, konkretisht I kem ndërtue familjarisht, me babën, me vllahun. Krejt pundore për juve? Po,
jem marrë me ndërtimin e dronit, me përpunimin e dronit edhe kem fillue, i kem ndërtue, po gjithmonë me shpresën si me mujt me punue e me mbjetu mos me lëshu këtë zonë. Po kem pas edhe mbështetje pej familjarëve tonë moralisht, se një mbështetje morali edhe po thom me ndim, me fjalë, me gjana dhe një person dikon shumë. Se te vullnet për punë, te vullnet me nejten këtë vend, atër kem pas edhe shumë prej turisteve tjeshtën, cilët kanë shprej interes me na vizitue, edhe me vizitue këto vene e këto Alpe, ku ne kanë dhonë edhe shpresë, edhe mundësi me vazhdue ma tej. Prej cilit nacionalitet ka kështu ma shumë turista që vinë? Po, zakonisht janë kjo pjesa si e kanë fillu edhe ma herët. Dhe e thëmë prej, nuk ka fillu turizmi dikun rrëth, nuk jam edhe që sigur 100%, po një pjesë e vogël ka fillu rrëth vitit 2012. Si pjesë e vogël, si jetë që nuk ka pas nështë të nëj, mundet me paken një shpi, dy si bujtim familjare, cilët e kam përdorë nështë të pak persona. Masana i kam fillu mu zhvillu në 2012, 2014, 15, 16 të vitet e fundit veç është zhvillu si pjesë e biznisit, për turizm, edhe besoj si mas shumëtit janë kënë Kroat, Poljak, një pjesë tash, po thomë këto vitet e funit, turista prej shteteve izraelite, edhe që kam ka ban për shtypje se kam fillu edhe turista Gjerman edhe Belg. Po 2 vite, 3 vitet e funit veç kam fillu më ardhë. Se unë s'po thom tash sigurisht për këto punë si cilët janë ma shumë e cilët janë ma pak, se e kom fillu vetë si biznis nështë këto 3 vitet e funit, por kom pas kontaktin se e kom ba transportin, me makina malore deri te disa pika të caktume ku e bajnë ecje. Para se me nisë, biznisin e Po, kem pas si familje, me thonë tash me makina 4x4 këto rrugët si janë ofrad ose rrugët malore, gjënë Shqipe pe i thëmë, e kem bas si biznis, pe i thëmë edhe asaj se kem... Ka ra me pas kontakt edhe atë me turistat? Kem pas kontakt me turistat dhe në ka ra mu njoftë paka shumë. E që dëshme që i përmend e nacionalitetet e tjera, por shqiptarët e vizave të Kosovës, Shqipërisë, a vizitojnë heq këtë pjesë? Shqiptarët e Kosovës edhe Shqipënisë kanë nisë tek këto vitet, po thëmë, këto vitet, 2 vitet, 3 vitet e funit, edhe ata më ka ba shumë të knaqëm, se për çdo vjet e ma shumë e shoh si ka interesim me na vizitue, si vllaznit tonë, pi i thomë tash, për me jafru pak, si jem pak të larguar prej kufive, prej Shqipënisë edhe vllaznit prej Kosovë, se na një popull jem, kom pasi ka interesim këto vitet e funit veç, janë ardhë grupe ndryshme. Me përbujtina, po është rrit, janë zakonisht vinë përmes agjencioneve të ndryshme, grupe profesorash, grupe profesorash është dhe një grupe ndryshme i njerëzve cilë të vizitojnë këtë vene 1 natë, 2 natë, 3 natë, kanë shprej interesim, se kemë vene jashtëzakonisht. Është gjyna në fakt, mos me i pru fëmijët edhe me pa trojet shqiptare që kanë qenë në këto pjesë dhe që shruhen ende traditat knej. Unë ja kësha rekomandu se cilit person me ardhe dhe me i vizitu të pak të një herë këto troje, edhe pse po besoj se une që kash për herë të parë, prapë ku mu këthy, nuk me lanë me një herë se
ka tepër bukuri dhe që po të tërheke me ardhe dhe ma shumë. Mirë po përveç se me vizitu, i kisha bë thirrje edhe me ardhe dhe me qëndru të villa e Kokatynje Zerca. Përndryshe, përveç ushqimit, gjitha kanë nivel. Unë kam tepër shumë vesa dhe fjetjen, mirë po që ka aq pastërt, do më thonë që e përmenda edhe me kolegën tem që nuk pat nevojë, do më thonë as me vendos qashafin tem klëfin e jasakut për shkak se ka tepër pastërt. Ju lumë për krejt punën butrin që e bëni. A është shtirë krejt kjo punë vetë, a ja del të ndihmon e bashkëshortja? Këto punët rreth bujtinave e folë ma konkretisht, edhe punën rreth ushqimit ma shumë e bajnë nana edhe gruaja jeme, cilat përkujdesen edhe për ushqimin, i cili është një ushqim ndoshta i thjesht, por është ushqim i venit, jo diçka në ekstrem, por është ushqim diçka i thjesht i venit, konkretisht i venit. Kurse për pastrimet e për këto besoj si në këtë punë e kom cek edhe më shumë, po thom kolegë të mi, të shokë të mi të venit, cilë të mirën edhe ata me turizm e me bujtina. Ky biznis pak do përkujdesi se kem punë me persona direkt. Do përkujdesje në pastërtie, do përkujdesje në komunikim me persona, do përkujdesje ja spjegu pak për këtë vend, me i fol pak, me kam pak i informu, nështë edhe pse kjo pjesë e turistëve cilët vinë këtu nështë e dinë edhe ma mirë se une për këtë zonë. Se lexojnë e analizojnë para se marrë. Por, do të me po ata si na kemi interes për ta, edhe më mundu me ja spjegu sa ma shumë për këtë zonë, për popullsinë, për venet, për historinë sa do pak, si me kanaj i knasjë. Atëre, bile kisha thonë 80% e punës duhet mu bo familjarisht. Për me kanë diçka ma në regull, nështë asë është 100% asë njari, por të këto pjesë duhet me kanë bile 70-80% po thonë familjarisht për me bo, për mu për kujdes, për shumë gjana kryesore. Qa ka diçka që i ka habit turiste huj këto? Qoftë prej ushqimit ose diçka që i ka habit, do më thonë për të mirë, nështë me... Po, për të mirë i ka habit se besoj si jo veç këtu, po në gjitha zona shqiptare. Gjitha zona shqiptare i habit fakti se ka pas turistat cilë të më kanë bisedue edhe më kanë folë, më kanë thonë wow, jem çudit me mikpritjen tuaj edhe me mikpritjen e shqiptarëve. Se kem pa zona ndryshme si kem dëgjue tjera fjalë, tjera biseda për, po thëmë, konkretisht për shqiptarë. Mundon me paraqit se pasigurt vend. Ka zona tash nuk pe shprej, nuk pe ceki konkretisht, por janë habit me faktin se mikpritja shqiptare nuk ju ka mungua kurku, si në Buthaj, si në Valbon, si në Theth, se bisedova, këtu konkretisht vinë turistat cilë të bajnë Peaks of the Balkans, këtë pikë. Edhe i vizitojnë, tash shumica e vene cilët ata i vizitojnë janë zona shqiptare, edhe janë da jashtëzakonisht kënaqur, edhe jashtëzakonisht, po thëmë, të befasuar. Cilat të pyta në fillim për vendet, do më thonë që i propozon. Na disave që arritu me i po, kushdo që vjen këtu, cilat vende ja kështë propozu me i po pa tjetër? Po pa tjetër, tash si vene, po i ceki disa vene për ecje të letë, cilat mund me vizitua njeri me familje. E kem pjesën të Ujvara e Gërles, cilave shka ka marrë një emën. E kem pjesën të Syni Kaltërt, për mi Ujvar. E kem pjesën të Krojet e Alipash, cilat janë kanë edhe janë Krojet e Vuthajve. Tash me njët ma shumë si me emën e Krojet e Alipash. Edhe
është pjesa e Ropojanit, fusha e Ropojanit. Atër vazhdojmë pak ma me ecje, kush ka dëshirë me ecje ma të vështirë, po thëmë, ose ma ekstrem diçka. Janë maja e Kollac, maja e Rosit, maja e Rapit, janë liqenjt e Jezerc, maja e Jezerc. Mu është një zonë shumë e bukur për mua edhe për ata e kom lanë emrin Jezerca, se janë liqenjt e Jezerc edhe maja e Jezerc, cilat për mua tash për synin tem, po thëmë, është një pjesë ndër më të bukura, cilat mujnë mu vizitue edhe është një pjesë, po thëmë, të liqenjt, se maja e Jezerc është pak ma ekstrem për mu basi ecje, por të liqenjt e Jezerc i kisha propozue çdo njerë që viziton këtë vend me familja, po e ka dëshiren me qëndrua 2 net ose 3 net tu, me vizitua liqenjt e Jezerc, është një pamje besoj prallore. Shumë atraksione për me realizu, sa është koha që do të një person patjetër me e kalu këtë për me arrit me i pa krejt këtë bukuri? Po, për me i ba krejt këtë bukuri, me i ba gjitha këtë maje, besoj si çdo pjesë e dënë ka një ditë vetë. Unë qua heret me mëngjes, edhe me vazhdu me eci. E cila ecje zakonisht në këto pjesë ma të vështira, i dënë ecje diku rrëth 6 orë, 7 orë, një drejtim. Po thomë 12 orë, 13 orë gjatë ditës me i ba ecje. Edhe i kisha propozua edhe ata cilët nuk janë të informu me rrugën ose me pjesën e zonës. I kisha propozua që marrin guidë. Kemi guida lokale këtu të cilët janë të licencuar, cilët besoj si janë profesionalista në atë lamin e vetë, si e dinë si zonë shumë mirë, edhe i dinë rrugë shumë mirë, edhe dinë me të afrua me pjesën e malit. Dinë me të bisedue, dinë me të kallëzue për gjitha zonat. Ta epin ndjesi jo vetëm si po të nimo me rrugën, po ta ep edhe ndjesin se ka me të bisedue për këtë zona. Ka me të bisedue, po thonë, për atë pjesën e malit atje, për këtë pjesën e malit ka për, po thonë, për shpellat e ndryshme cilat munen mu pa gjatë asaj pjese, edhe besoj si ka me kënë diçka e pa arrueshme për atë person në pjesën pozitive. Sa gjatë, ose me thonë kështu se shpesh herë njerëzit që vinë me qëndru në për kësi vende kash me artë pastër, vinë edhe prej hallit për shëndet. Sa shpesh ka ndodhur që me pas dikush që ka ardhur që i ka bën mirë, ndoshta për shëndet kjo pjesë e ajrit që është këtu, edhe ose sa gjatë ka qëndru mas shumë të një turist në këtë vend? Po, të pjesë e ajrit, fillimisht po nisën prej familjarëve të mi, cilët me halla me mi gjallarë gjithë si familje janë një pjesë e madhe, janë cilët kanë ba jetesën në Prishtinë. Se na kemë ba shkollimin, fakultetin, ose shkollën e naltë, i thëmë kemë ba në Prishtinë ose në Pej, edhe shumica prej nesh janë vendosë atje, kanë kriju familje edhe jetojnë atje. Edhe të kjo pjesë e ajrit, e shëndetit, po do me ta cekë të këta familjarët e mi se shojnë në ndryshim kur vinë këtu, gjatë verës. Se na vizitojnë gjatë verës, i kanë tokat, i kanë shpijat, edhe në bisedojnë, thotë, t'ju ku jetoni, thotë se me here shojmë ndryshimin në frymarrje, po edhe ndryshimin pak të pjesa e, po i thëmë të pjesa e tensionit, se u shoh pak me probleme këto, pak nalësi, po thëmë 900, diku rrëth 930 metra nalësi bidetare dhe të dikush edhe ndiko. Para meno që është dikon tonë që jam prej Obiliqit, venin ku do më thonë është maj papastër për nga ajre. Mirë po nuk nosha, nuk jem të vrejt diçka gabim.
Për fund butrin të regëm se cilat janë planet armës. E përmendet që ma herët e keni bërë dhe transportin do me thonë në këto pjesë për turistët. A ke ndoshta plan me zgjeru biznesin kështu me ofru dhe me guidë ose qa me ndonë? Po, këtë pjesën e biznesit nuk besoj si për me rritë më shumë, por gjithmonë ka rregullime, gjithmonë ka mirëmbajtje, kur nuk është 100% diçka çka lypet. Ka edhe shumë gjana si kanë turista ndryshëm, ndoshta lyp diçka tjetër, zgjedh diçka tjetër, edhe kuptoj gjithmonë ka diçka, po them me investu, me punu në gjana të vogla, po them. Edhe si guid lokale, edhe si guid s'po them te kokatunit tem, por e kam një person ose i shok, cilin zakonisht ja u rekomandoj turistëve cilët kërkojnë guid, ose ja u propozoj në këtë pjesën e pranverës, cilat janë bjesht me borë, ja u propozoj ma shumë guidën se është pjesë e rrezikshme për eci. Për persona cilët nuk e din zonën, ma shumë ja propozojnë këtë kohë, kurse gjatë verës është zgjidhja e tyre nëse i kërkojnë ose jo. Kurse për planet e të ardhmen, besoj si vetëm me ba, jo vetëm unë, po i kisha lutë gjithë banorët e zonës, cilët janë këtu, u morën me biznis turizmit, se kemi një pjesë jem ka pjesë turizmit, por kjo ka ndiku edhe në pjesën e bujqësisë, edhe në pjesën e blektorisë. Se gjitha janë bajnë, nuk ka nevoj për ceki tash ma thjesht, nuk ka nevoj me dalë me shit, po thom djathin ose mazën ose kompirin dikun në treg. Ta shumica e gjanave blen nga vendë. Edhe ju ka rrit puna ati, edhe neve, edhe jem gjithë knaqëm. Vetëm çka besoj këtu me pas pak investim edhe pak përkrahje prej komunës tonë. Me rrugën, me ndriqimin, edhe me pas pak ma shumë në atrakcion. Në atrakcion, në organizim, cilin e tërhjekin turistin. Edhe në teleferik për njëve që nuk e preferojnë atë shumë Po, teleferikun kem këtu shumë vene, ata s'pe përmeni, se kem shumë vene, nështë ma të mira se njokt malit zi, ka kjo pjesa për i thëm juk tash, mas jemi më veri, për i thëm juk Kalashini, Zhablako, këto kem vene ma të bukura edhe ma të mira, por gjithë investimi shkon atje. Atë teleferikun e kem pas si zonë, e kem përmen shumë herë, e kem kërkuar shumë herë, po në atë drejtim nuk është punu kurra, se besoj si ka mu punue. Por për i përmeni këto gjanat e thjeshta cilat mundet komuna si komunë me na i realizua. Edhe me pas pak një organizim ose një gjatë cilin mundet me i tërhjek turistat për marë. Butrin, të falenderoj shumë për krejt një këpritjen, mirë për dhe bisedën që e bëm, ishte shumë knaci me dëgju rrëfimin e një shqiptari që su dërzu në fakt, ka vendos me qëndru në vendlindjen e vetë, me punu këtë edhe me i shërby komunitetit vetë, mirë për dhe të hujve me njoft me këtë vend. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve dhe njëherë, ju përshëndes edhe ju uroj sukses edhe në punën e juj. Njëherë faleminderit prapë si na keni vizitue, se me madha punë është i falenderim moralisht, se ndjej kënaqësinë më të madhe për me na vizituar çdo shqiptar jo veç ju. E një ndryshe për i turistave tjelë me të kallëzohet drejt. Faleminderit.
të thella shqiptare, sado që malazesët ndër vite u munduan t'i asimilojnë dhe zhdukin edhe gjuhën shqipe. Malsorët nuk u dorëzuan. Banorët tregonin se presioni bëri që shumë nga shqiptarët të shpallnin veten bosnjak, por tër këtij presioni nuk ju nënshtruan shqiptarët e vërtet. Ata që edhe sot me këmbgulje qëndrojnë në tokat e të parëve, duke ruajtur identitetin kombëtar. Sado që jeta i ka përplasur me vuajtje e presione etnike, që ka bërë që vendasit të largohen në mërgim, turizmi tani është një dritë shprese për shqiptarët e Plavës dhe Gucisë. Në rrugtimin ton ne takuam edhe fermerin e vetëm me një numër të madh delësh që kullosnin bjeshkët e livallet e vuthajt. Gjitha të mira që ja dhuronin këto bagëti, zogu i shiste brenda fshatit, tek bujtina që ofronin qëndrim. Sot në kuadër të emisionit kemi ardhur me vizitu dhe njërin prej blegtarëve më të mëdhenj të kësaj treve me qytet kështu shqiptare. Jemi te zog Gjon Balaj, i cili na ka mirëpritur në fushat e tij bashkë me delet e tij. Faleminderit shumë që na ke mirëpritur sot. Mirë se keni ardhur. Po shoh një tufë shumë të madhe me dele. Tregona pak për veprimtarinë që po zhvillon. Çka po bën konkretisht? Po na si familje mirëm familjarisht me këtë punë. Kemi rreth diku 400 krerë të mëdha të vogla, dele, 35 lopë. Dhe gjani numër i madh. Po. Ma herët pyeta se a ka tjerë blegtor në fshat. Ka, po me një numër më të vogël. Me thonë, i vetë mi jëmone me një numër më të madhin në këto treva jëmone. Qa të ka shtyti më merë me blegtori? Po, ne kur më kanë më shëre se tash, i kom edhe koqa do vjetë, 2 rrugë kom pasë. Ose me i keme lëshu vendin me dalë në Amerikë, si kur bashkëvendat e mi, lazët e mi, ose mu morë me këtë punë. Edhe e pash që ja shteti kanë një këbal, vendosa me nejnë vendlindja edhe mu morë me blegtori. Me që ndru besnik vendlindjes, me punu në Kam shefën vendlindje. Është një vendlindje shumë e bukur, o vendi i mirë, si që beshin një dhe jo, edhe nuk jam pishman pëse kum jetu në këtë vend. Ku me kanë më repishman, veç këshire qëfar bukurie jo ka falë zoti këtë? Te për vend i bukur. Shumë vend i bukur, shumë vend i shnosh, shumë njerëz të mirë, edhe i mirë kënaqur. Tregom pak se sa po ja del më u mirë me firmen. A mirë është veç vetë me krejtë këto bakti, kujdesin për to qysh e ki? Jena 2 vllazën të martuam, kem fëmin, kom një vajzë, 2 djel, vajzën edhe djalin e madh i kom në Prishtinë ka studiojnë, kurse djalin e vogël e kom në shkollë të mesme në Plavë edhe këtë vit, edhe ai do me studiue, por na punojna familjarisht, edhe fëmia kur vjen prej fakultetit na ndihmojnë. Ju ndihmojnë. Po, edhe ja ndalin. Sa është e vështirë më kujdes për këtë numër kaq të madh krerëve të deleve? Një punë si e ke me shef, nuk është e zorshme, nuk është e vështirë. Çdo një punë si e ke me shef, me vullnet, ja del, nuk është e zorshme. Tash ti na këtë punë e njohim, si familje e njohim, edhe nuk na duket e vështirë. Çfarë raca mbon të deleve? Kjo racë është
diku ka 80% është zhuj, vendore. Edhe është e njoftën për këto zona, se i përballon edhe natyrës edhe dimnit, se këtu dimnit bëhet kogja borë. Ma ftoft. Vjen ma ftoft, edhe është e qëndrueshme, po është dele shumë prodhuese. Ti e mban ma shumë për prodhim qumshtit? Qumshtit edhe të mishit, po zakonisht ma shumë qumshtit, se këtu moza shitet, djathi, tamlin vjesht, edhe kele vërdi, do me thonë, ma shumë me këtë racë delme, se me do raca tjera, si është vetëm për mish. Qysh ja bën për shembull për produktet? Po e përmend që i shet ato. Sa e kitë vështirë me gjetë lidhje njerëzit këto, se ja blejnë vendasit, qysh shkon shitja aty ne? Janë diku 15 vite, 20 vite si në Gusin, këtu do me thonë në qytetin tonë, nuk kom shit. Ta në shesin bjeshk, edhe të shpia. Mirën pres edhe turista, të huaj e vendor, edhe diku ka 90% e shesin bjeshk. Bjeshk këto të Gucis, a? Jo të Gucis, po bjeshk dvuthe. Dvutha, ja tje lartë. Po. Atje shkon vetëm gjatë stinës verës, apo edhe? Shkoj prej ka funi i majit dhe këtëri ka funi të turit. Baret pe i kuhe. Jam e mbjeshk. Njerëzit vinë atje lartë për turizëm edhe e blejnë E blejnë aty, produktin. pres turista, vinë, edhe ma shumë ata e marrin se vendasit. Që shkojnë qmimet, se për shembull ne dim që janë shumë natyrale, këto prodhimet të cilat janë të aktive që mbahen do me thonë në bjeshk edhe në vende si këto, dhe natyrisht që çmimet pritet me kanë pak më të larta. Qysh është çmimi i qumshtit, i djathit? Djathin 1 kilogram me shes 10 eura. E në bjeshk. Kurse jam në shpe 7 eura. 1 kilogram maz 35 eura. Me 1 gusht e mrapa 1 kile qumsht 5 eura. Thonë që produktet e deleve janë shumë të mira, ose me qujtë kështu pak më të mira se ato prej lopëve që i marrim për shëndetin e njeriut. Ti që një fermer i cili merr është sa vite me këtë punë, sa ke vret nështë të mira prej këtyne produkteve? Po tash qumshti si lopë, si deles është i mirë, është qumsht, po zakonisht qumshti i delmes është edhe më i mirë se lopës. Qa e bën më të mira? Ka pas ndonjë rast që një person me smundje për shembull do ardh me blej vazhdimisht produkte, ka thonë që po i ndihmon ose të qoftë diçka kështu? Po tash ti, e ke pa për shembull një kinxhi i vogël i cili thith qumshtin, dallon prej atij si nuk pen ose nuk është i tash. Tonë jena të rritun do me thonë prej qumshtit. Qumshti e ka atë kalorinë e vetë, e ka të mirën e vetë. Vitaminat. Ka vitaminat, sidomos kur ushqet me barë, me lullet këtu në bjeshve. Ajo është ilaçi i trupit njeriu. Si një fermer i kësaj treve me qujtë kështu, çka të penalizon? Sa ke pas mbështetje prej shtetit malazez për firmat e tua? Në Kosovë, viteve të fundit ka një mbështetje goxha më të madhe për fermert. I herë mas parit i falenderoj vendasit. Si mjepin për shembull tokat me shfrytëzue. Edhe fal, edhe bjesht. Atëre falenderoj dhe shtetin se kena mbështetje edhe prej shtetit shumë na ndihmon. Qa të ka ndihmu konkretisht? Po, menima, do me thonë shpenzimet si i shpenzoj për drithna, për ushqim të thatë, për dimen, të na mi mbulon shteti. Kurse një shtallë këtu për të e patë edhe vetë, na ku ndërtu e vetë. E në qoftë se teknik, merë diqka e ke 50-60% e ke për shtetit ta jek, do me thonë jena të nashun edhe për shtetit. Një mbështetje goxha e madhe për juve si edhe si dalim në bjeshk, edhe për djath, edhe për qumsht, edhe për livade, edhe për mielje, për... Jo mua gjithve. Me sa krajrë dele ke fillu kështë fillimet? Tha që ke përcjell brez pas brezit që të veprimtari, po sa kanë qenë fillimet e tua? Po fillimi nuk u kanë as i madh, por i marrë të shtu edhe kem rrinë një numër.
Nuk jam interesuar më me shtuar për mi keq, jam interesuar pak me shtuar të lop, se ka lëvërdi njëri edhe me lop. E ma qef komandejna pak me rrit numrin e lopëve e me deleve me mbetë që të ku jam. Sa arrin me siguru mbijetesën një familje për mes baktive, këtu tash në vendin ku po të jeton ti? Tash dikur si e moj me nëmne, kjo punë është kanë vetëm me kaluar me mojt një familje. Kurse tash është biznes. Po ke për shembull 100 dele, jenë rregull. Mban familjen edhe diçka tjetër. Po në qoftë se ke edhe 200-300 dele, është një fitim shumë i madh. Me 400 milionar gati, a? Jo, milioner nuk bëhem milioner, vetëm me kalu e mirë edhe një jetë mesatore. Normale mesatore. Do me thonë është veprimtari që ja vlen njerëzit e këtyne trojeve me u marrë me të. Ja vlen sidomos të shkuën e fundit, u boja peltrive, mos me të shku këtë vend. Po mu marrë ka pak edhe me blektori. Se ja vlen. Ta shti për shembull 1 kile qumë 5 euro nuk o pak, 1 kile mos 35 euro nuk o pak, 1 kinjë shet prej 150 euro dhe 200 euro, 1 veç shet 1000 euro, nuk janë pak. Edhe jashtë shtetit do në punë për me fitu e diqka. Punë e madhe, kurse këtu jenë vend tantin, me lindje tantin edhe. Elshën kur duhen, i vjen kur duhesh, do me thonë, gjaja kryesore është që ku mujt me vrejtun në dërkëtëri sot është se nuk je stres. Ta kanë largu stresin? Ta largojnë këtë stresin. Pse qështë e vrejnë ti këto? Për shembull, unë jam i angazhuar të të me punuar, mur marrë me të. Nuk menoj unë atje, nuk më kohë me menua që ka bëhet atje. Edhe kur të kryja atë orarin tem të punës, i lëshoj unë edhe rri natyrë edhe ma largojnë stresin. Dhe me thonë jam rahat. Në qëtësi, vendin e qetë. Shkojna nej, këthejnë kënejna, a unë aty, edhe me të vërtet ta largoj stresin. Nuk kom stres. Për më kujdes për krejt këto dele, për besej do shmu zgjuh shumë herët. Në sa ora fillon dita jote? Ja, na si familje që në ora 7 jem ngritur. Pim kafe, qaja, edhe rokim punën. Kem një 2 orë gjysh, e njës, i krymë atë punë që duhet me asi, him, pushojmë, hamë mëngjes, atëre, o 5 darë, që ashtu e kanë në orarin e vetë, punën e vetë, si duhet me kenë aty. Ta është i verës, është i normal se kanë pak punë ma shumë, duhet me i mjelle, duhet me i elshuën kullose, duhet me shku me ta. Kurse dimni, janë në shtalla, janë kushte tashma në rishë se dikur, dhe me thonë sana është pregaditën tonë me ko, edhe nuk është zërë. Për shembull, para i ruj 500 dele se me punua të njërë një ty, pa marë pasë në Me pas një shef, a? Po, një shef. Unë s'di që kanë shefi, shef jem dhe. E ke pas gjithë, të më thonë veç vetën tonë dhe shef, sa mirë. Pa presion, ku me pas tani ti stres? Ja. Tash që është afer edhe Kurban Bajrami, po besoj ki punë ma shumë. Sa dele qingja arrin me shqit për Kurban, ose e përdor edhe këtë lloj, do me thonë, shqitja? E shfrytëzoj edhe këtë shqitje, shfrytëzoj. Mbaret krej për e mjështerive, sa janë të interesu me ata me zbatue atë ditë Bajramit, atë Kurban Bajram, po me gjithë se për shqitje nuk e kom problem. Qka nuk shqitën tash, ta një shes verës. Po. Nuk. Për Kurban Bajram dhe sa qingjat ka ra me i shqit? 60-70 copë i kom shqit. Që shkon çmimi prej 150 dhe në 200 që përmende. Goxha fitimi i madh dhe normal që siguron jetën goxha mirë në vendlindja. Ja, fitim ka, punë ka, normal si ka punë, po edhe fitim ka. Çfarë mesazhi ju kishte dërgu njerëzve tjerë, ndoshta në këto troje që s'po merren me blegtori, edhe pse ka potencial ky vend? Qyre tashti, unë i apel kisha me ba si të gjeneratat e reja, mas paret i herë mu martue, me kryu familje. Po s'ke familje,
nuk duhet as biznesi, as sen. E dyta është mos me lëshua këtë vense. Dikur është dash me lëshua se jem kanë kalablak, jena kanë shumë, s'kem pas ka me mësën me punue, tash nuk është të thonën e tonë mu marrë me bdektori. Kanë hap njerëzit biznise këtu. Këtu vjen turista për këtë bote, me i shfrytëzue, e jo me shkue me hub në për shtetet botës. Puna edhe këtu është, fitimi edhe këtu, jetesa tash edhe këtu. Flasim për gjithësi, nuk flas për... Që me ujnë më marrë me gjithë shka përveç veprimtarisë blegtorisë edhe me siguru jetën vendlindja. Normal. Zog, faleminderit shumë për krejt bisedën, ishte shumë kënaqësi pas pjesë të reportazhit, me na tregu pak më shumë rreth jetës tënde dhe veprimtarisë tënde në blegtori. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për jush, e mos na harroni vizitoni edhe këta shqiptarë këtu në trojeve, këtu në grykave kënena, se ja vjen, besoj ja vjen. Një kritik në fakt që e pa të Zogu kur ardhëm ka që nuk po i vizitojmë shumë. E unë ju bëj thirrja që me i vizitu sa ma shumë këtë troje, për mu ka hera par që erdha në këtë vend, dhe me thonë të shqiptarët e Malit Zi kënej, se kuptohet ka Ulqini dhe pjesa tjetër kemi qenë gjithë mirë, po këtu ka hera par mbeta shumë e befasume me mikpritjen edhe me vendin ka që të mirë që është, kështu që pse ju krejtve ja preferoj me ardhe dhe me kalu një vikend tashmo, ka shumë vikendica që vetë se janë fillu me ndërtu këtu, ka dhe të gatshme për banim edhe e janë shikoni bukurit shqiptare. Zog, Butrint, Luan, Ojk, emra shqiptarë që i dëgjon në këto troje, tregojnë më së miri këmbgulsin e kësaj zone për të ruajtur shqiptarizmin deri në qelizat e fundit. Si kur mos të mjafton të vetëm besa e bujaria e malsorve, ata janë të bekuar shumë herë më tepër edhe me natyren e bukur që i rrethon. Shtigje të kalueshme në përkëmbë për alpinistët, por kishte edhe pika turistike më të lehta për të vizituar nga fillestarët. Njëri nga destinacionet turistike që duhet vizituar patjetër janë krojet e Alipash Gucis, ku nga shkëmbinjet buron uji i kristalt. Ky vend në muajin gusht mbledh shumë turistë, të cilët pijnë ujin nga këtu dhe besojnë se dëshira e tyre do të plotësohet. Po aq bukur është edhe syri i kaltër, në të cilin asnjë trup nuk mund të qëndrojë më gjatë se 1 minutë nga ftohtësia. E thellësia e tij është deri në 9 metra. Ujvara është një tjetër destinacion ku edhe uji buron shqip. Ky emision mundësohet nga Telkos.